Sa shpesh duhet i lajmë flokët? Kjo varet nga lloji i skalpit. Nëse kanë flokë të ndryshëm, pra skalpi është shumë i ndryshëm, duhet larë për ditë ose një ditë po, një ditë jo, pasi yndyra mbledh pa pasërti dhe krijon një terren për bakterje, sepse skalpi është skalpi me yndyrë zhvillohen stafilokoku, dhe shikojmë që shumë që kanë lëkurën e yndyrshme krijojnë akne, puçrat e folikuli, është folikulitis faktikisht, është infeksioni i rrënjës qimes. Kështu që ata duhet ta lajmë për ditë ose një ditë po, një ditë jo. Këto që kanë probleme me dermatitin, me zbokthin, psoriazat, edhe këta duhet ta lajmë 2-3 herë në javë. Ndërsa këto që kanë flokë normal dhe një herë në javë dhe s'kan yndyrë dhe kanë skalpi normal, patjetër dhe një herë në javë do ishte okay. Edhe një herë në javë? Po. Floku është mirë të lahet me ujë të vakët, pasi me ujë të nxehtë e krijojmë dhe thare, prishim barrierën e skalpit. Ajo është si lëkura, ne nuk e shohim atë dhe nuk e konsiderojmë, por normalisht është barriera e skalpit është si lëkura, kështu që duhet kujdesemi edhe për atë.